Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vëllezër dhe motra, sot gjendemi në Delvin, në një qytet me plot histori, në një qytet me plot fe e dashamirësi. Këtu ndodhemi në lagjen e Xher Mahallit, një lagje shumë e vjetër, një lagje interesante e cila në ana historike ka shumë për të treguar. Do fillojmë me burimin të cilin e kanë ndërtuar vakëf muslimanët, tregtarët turq të asaj kohe, pra vitet 1600, kur është bërë burimi dhe është nën vakëf për të lagje, për xhamin dhe medresen, po ashtu edhe për hamamin që do t'i shohim pak më vonë. Për momentin do shohim ujin pra këtu, do i afrohemi pak. Ujë i tokë. Një ujë i tokë dhe në pasër. Tani do kalojmë tek medreseja dhe xhamia. Atëherë këtu jemi në kompleksin e medreses dhe xhamisë të Xher Mahallit. Xhamia është ndërtuar nga tregtarët indonezian, sipas fjalëve të mystiu të Delvines, hoxhës nderuar Bledar Ali, i cili thotë se është ndërtuar nga vitet 1300 apo 1400, tregtarët të cilët kanë ardhur pra në ato kohë këtu. Pastaj është ndërtuar medreseja, si për djem ashtu edhe për vajza. Do ta shohim tani nga afër të dyja dhe në krahun këtij kemi shtëpinë e imamit të asaj kohe pra që ka qëndruar dhe sot ajo shërben si të që mund të themi pra njerëzit e lagjes këtu e kanë shtyr në atë mënyrë, por me fiu thotë se jemi në tentativa akoma për të vazhduar që ta kthejmë kompleksin ashtu siç duhet. Pra në funksionin e saj, shtëpi i imamit, xhami dhe medreseja. Patjetër që kjo është monument kulture dhe do qëndroj për vizitorët, sepse rindërtimi i saj ndoshta është e pamundur, por që do të ruhet origjina e saj. Të shohim nga afër medresen. Ku jemi tek medreseja, pjesa e vajzave. Këtu ka qenë abdesania e vajzave dhe pjesa e mësimit. Korridori ka qenë në mes, ku ka ndarë medresen e vajzave dhe të djemve. Dhe këte ka qenë klasa e djemve. Si që shohim, medreseja e vajzave pra ka pas edhe vëmfaljen. Këtu jemi para xhamisë së Hynkarit, pra xhamisë Mbret. Vëllezër dhe motra, do të shohim se si xhami është xhami e madhe, e ndërtuar, një në xhamit e rralla ndoshta të ndërtuara me mafil grave. Pra është ndërtuar në atë mënyrë që këtu të ketë një vëmfalje pra edhe për gratë. Ne e dim shumë mirë që disa xhami në Shqipëri nuk e kanë pas në atë kohë të mund të themi këtë lloj hapësire. Të shohim tani ndërtimin, se kjo ka dhe një gjë interesante, ku na dëshmon se nuk është ndërtuar në kohën e perandorisë osmane. Si që dim, perandoria osmane ka qenë shumë strikte në vendosjen e kiblet, si që pamë të medreseja, drejtimin ku është, tu do ta shohim që është në një krah krejt të kundërt të asaj, sepse tregtarët e asaj kohe, indonezianët e kanë vënë me hamendje. Të shohim nga brenda. Direkt sa hyp në xhami, në lartësinë e mafilit të grave, kemi hyrjen e minarës. Pra ku është vendi i minarës, sot nuk ekziston, por thjesht hyrja. Tu ka qenë e ngritur pra pjesa e mafilit të grave dhe ka qenë kati i dytë. Aty kurse komplet talla pastaj ka qenë për burrat dhe siç e shohim mihrabi këtu, si që është ndërtuar në atë kohë, nga tregtarët, por që drejtimi nuk është në drejtimin e kiblet. Është në një drejtim krejt të kundërt. Atëherë, drejtimi i kiblet është në këtë pozicion, ndërsa ata e kanë vendosur këtu, pra jemi komplet në krah të kundërt. Me të, diku 90 gradë pra, larg kiblet. Si që shohim, një xhami dykatëshe, xhami e madhe.
Siç e tham, në këtë lagje të Delvinës, në lagjen Xhamahall, në një lagje historike dhe në një lagje plot gjurmë, jemi tek hamami, i cili është ndërtuar nga muslimanët e kohës shtetit Osman. Është ndërtuar me arkitekturën osmane dhe bizantine. Është ndërtuar guri bashkë me tullën. Është një hamam i vogël, i cili është përdorur nga medreseja dhe xhamia këtu, por edhe nga lagja. Të shohim pak nga brenda se si e kanë ndërtuar këtë në atë kohë dhe si është, në çfarë gjendje është sot, i cili është gjendjen pra të mjerueshme. Siç e shohim, pjesa e ndriçimit lart është natyror, siç e ka përdorur pra pranëri osmane në të gjitha pothuajse hamamet që kanë ndërtuar. Pra, këtu kemi një dhomë para dhomë. Kjo pastaj këtu janë dy të tjera, e cila pra edhe kjo është e njëjta gjë me ndriçim. Aty kemi edhe një tjetër këtu. Pra hamami është hamam i vogël, por që ka atë funksionin e tij